pyeti profeti alayhis salam përsëri sahabët e vet, i tha: kush ka besimin më të çuditshëm? Kush prej krijesave të Zotit e ka besimin më të çuditshëm? U menduan sahabët dhe thanë: e kanë me lajket. E pse ta kenë besimin e çuditshëm, thanë me lajket, profeti alayhis salam, kur ata janë tek mbretëria e Allahu xhaleshanu, kur ata shikojnë mbretërinë e tij, janë pranë tij, pse të jetë e çuditshme besimi i tyre? Pse të jetë i çuditshëm besimi i tyre? U menduan sahabët dhe thanë: atëherë besimi më të çuditshëm e kanë profetët. E pse ta kenë ata besimin më të çuditshëm kur atyre Allahu u ka shpallur shpallje? Pse mos ta besojnë ato Allahun xhaleshanu? U menduan sahabët dhe thanë: atëherë jemi ne. E pse mos besoni ju, tha, kur unë jam tek ju? Çfarë shkaku keni ju mos besoni kur jam tek ju? Atëherë sahabët u dorëzuan dhe tha profeti alayhis salam që besimin më të çuditshëm do ta kenë ata që do të vinë më mbrapa, që më besojnë mua pa më parë. Elhamdulillah që na ka bërë Zoti për tyre, edhe na bëf për tyre që të vdesim në këtë gjendje.